A i dini që 45 nxënës në Korenë e Jugut u refuzuan nga universitetet të ndryshme për shkak të regjistrit të tyre të ngacmimit ndaj nxënësve të tjerë, apo tash që po i thojnë bullizmi. Gjithnjë e më shumë emra të njohur dhe persona në rrjetet sociale në Korenë e Jugut po flasin hapur për përvojat e tyre dhe emisioni The Glory po e ekspozon këtë problem, pra një emision që mbahet në Korenë e Jugut. Në vitin 2023, Chung Sun-sin u emërua drejtori departamentit që mbikëqyr hetimet policore. Ai u detyrua të jap dorëheqje ditën tjetër pasi u zbulua se Chung Song kishte ngacmuar rënd një nxënës tjetër për 8 muaj gjatë shkollës së mesme, gjë që çoi komitetin për zgjidhjen e dhunës në shkolla ta urdhëronte të ndryshonte shkollë. Duke vepruar si avokat i djalit të tij, Chung paditi shkollën, një proces që shkoi deri në gjykatën e lartë, ku ai i biri humbën dhe normal djali u detyrua të transferohej në një shkollë tjetër. Megjithatë, disa vite më vonë, djali i Chung u pranua pa asnjë problem në Universitetin Kombëtar të Seulit. Pra është ekuivalentja e Harvardit. Kjo çoi në një ligj të ri të quajtur Chung Sun-sin Son Prevention Bill, apo ndalimi i djalit të Chung Sunit, që kërkon pak a shumë universitetet me marr parasysh regjistrat e ngacmimit kur studentët aplikojnë në universitete. Pra duhet me këshyrë mëse ka ngus në nxënës më herët që mos me pranu. Kriteret e pranimit në universitetet koreane bazohen kryesisht në një test të standardizuar të quajtur College Scholastic Ability Test. Testi ka gjithsej 300 pikë dhe ligji i ri kërkon që universitetet të zbresin pikë nga rezultati i testit të nxënësit nëse ai e ka ngucë dikon më herët. Pra, kështu e ul mundësinë edhe të ngacmimit kur janë në fillore edhe në shkollë të mesme, po edhe mu rrit njerëz që duhet o vëlla.